është normale kur ke një rezultat të dobët zgjedhor, të kërkohet që të rishikohen gjërat, të reformohen nga brenda, të hyjnë procesit të ndryshimeve brenda partisë, të ridefinojmë komplet strukturën në udhëheqëse të partisë dhe dalim para qytetarëve me të rifreskuar në një farë mënyrë me ofertë të re politike, sepse është e qartë që ato që kemi ofru 2 herë vitin e kaluar dhe 1 herë si vjetë, në 3 palë zgjedhje, në një periudhë 1 vit e diçka, nuk ka qenë mjaftueshme për të marrë besimin e qytetarëve dhe ne domosdo duhet të hyjmë këtij procesi. Tash unë edhe në këtë studio bëj ftesë që të gjithë personat që kanë përgjegjësi brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës të sillen me përgjegjësinë më të madhe karshi LDK-s si shtëpi politike, më vjetra në Kosovë, edhe karshi shtetit Kosovës, sepse nëse shohim pak historikun, pa dash me humbë modestin, stabilitet institucional ky vend ka pas kur Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë fuqishme, ka qenë pjesë e institucione, pra ne jemi ata që në një farë mënyrë i kemi dhënë gjithmonë stabilitetin e nevojshëm institucional të Kosovës. Pra, stabiliteti i LDK-s, rritja e LDK-s është në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës. Unë besoj që njerëzit që kanë përgjegjësi brenda Lidhjes Demokratike, të gjithë ne që kemi përgjegjësi, duhet të sillemi jashtëzakonisht kujdesshëm në mënyrë që të ruhet ai kohezioni i brendshëm dhe gjitha ballafaqimet e brendshme të trajtohen brenda rregullave statutare që ka partia, brenda kulturës demokratike që duhet të ketë, besoj, secila parti në ballafaqimet e tilla për t'i dhënë partisë leadershipin e ri. E tash edhe një 2 pyetje rreth kësaj teme. E para, nëse po thoni shkon sipas rregullave statutare, statuti e parashe, institucionin e kuvendit, apo edhe institucionin e votbesimit, a është që kjo mënyra qysh ish dashur me vazhdu prapë nëse po thoni 3 palë zgjedhje nuk kemi s'keni ose ajo që keni ofruar s'ka qenë e mjaftueshme për mu rrit. Edhe e dyta, në teori thuhet që partia më lehtë e ka mu reformu nëse s'është në pushtet. Nëse është në opozit, e ka më lehtë edhe me shiku ku i ka gabimet, edhe ku i ka të lashët, edhe me tentu prej opozitës me u rrit ose me u rilansu. Kuptohet në Kosovë kemi pa dhe raste kur partia, edhe nëse është e vogël, merr pushtet të madh, edhe mandej të qenë në pushtet ekziston edhe kjo tjetra, që mund është mirahatu njerëzit se ki qasjen pare, ki qasjen miliarda, edhe ajo mandej fuqizon njerëzit e ri potencialisht brenda partisë të cilë kanë qasjen pare shumë. Qyshe shihni që të punë? Tani, unë po nisim nga këndvështrimi i LDK-s. Edhe i sjelljes normale që duhet ta ketë çdo parti e madhe serioze, jo për sjelljet e partive të vogla me ato kualifikime që ju i thatë, kur një edhe mirë është që e përmendë se nuk ju referova LDK si parti e vogël, po besoj që jo, po kemi pa parti shumë të vogla që sot janë asë në Prag, asë në libra, asë në histori. Është përgjegjësi e tyre. Po, kanë ditë me marr shumë pare, shumë pushtet. Çto e po ata?